Fehim Sali ka dalë të premtën para gjykatës themelore në Prishtinë në ndyshimin se ka kryer veprën penale të spionazhit, ku mbastaj do t'i caktohet edhe mosa e paraburgimit. Por cilat janë disa nga të bëmat e Fehim Sali, spioni dyshuar për shpërndarje të informacioneve nga Kosova drejt bija serbe? Sipas dosjes së prokurorisë, i dyshuari Sali ka fotografuar zyrtar të AKI-s duke u munduar të zbuloj identitetin për qëllime spionazhi tek institucionet e Serbisë e për të cilat ka shërbyer siç është MUP-i serb. Në dosjen e prokurorisë thuhet se i pandehuri Fehim Sali në cilësinë e personit të rekrutuar nga Shërbimi Inteligjent i Republikës së Serbisë ka ofruar ndihmë të vazhdueshme për këtë shërbim të huaj, duke vepruar sipas urdhrave dhe udhëzimeve të zyrtarit të lartë të bijës. Gjithnjë sipas prokurorisë speciale, Sali ka ofruar informacione të personave që i përkasin sektit Vehabi dhe personave të tjerë e të cilët më pas i ka propozuar tek zyrtari i bijës si objektiva të mundshme për kontaktim dhe rekrutim. Por i gjithë skandali nuk përfundon këtu. Bija serbe dyshohet se ka arritur të deportojë edhe në nivele të larta të institucioneve të Kosovës, më saktësisht i njëjti kishte qasje pikërisht brenda presidencës së vendit. Thënë më saktësisht, Sali kishte qenë antar i Këshillit Konsultativ për Komunitete pranë presidencës së Kosovës. Ai ishte emëruar në këtë këshill nga presidentja e atëhershme Vjosa Osmani në nëntor të vitit 2022 bashkë me 22 antar të tjerë me një mandat 2 vjeçar. Sali madje është parë edhe duke u fotografuar me ish-presidenten Vjosa Osmani në një aktivitet të këtij këshilli. Sali nuk e la me kaq. Ai është fotografuar edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurtin. Sali është arrestuar të njëjtën në një operacion antispionazh të autoriteteve kosovare. Sali ishte në vazhdimsi në kontakt dhe i lidhur ngushtë edhe me zyrtar serb në Beograd. Madje publike u bë më pas edhe një fotografi me zyrtarin serb Ivica Dačić. E veç kësaj, Sali dyshohet se ka ushtruar ndikim dhe presion mbi votuesit Goran me interes të Partisë Përparimtare Serbe, SNS dhe Partisë Socialiste të Serbisë, SPS. Për këtë angazhim, sipas dyshimeve, ai ka përfituar edhe mjete financiare. Aktiviteti i tij politik ka vazhduar edhe më tej, ndërsa organizata Moja Gora dyshohet se është përdorur si mbulesë për angazhimin që synonin orientimin e votës në komunitetin Goran në zgjedhjet në Serbi. Në vitin 2023, Sali ka marrë pjesë në aktivitete të organizuara nga SPS dhe ka zhvilluar takime me kryetarin e kësaj partie Ivica Dačić, si dhe me figura të tjera të saj, përfshirë deputetin Igor Braunović. Këto kontakte të marra së bashku me aktivitetin e tij në organizata e komunitete dhe rolin që ka pasur në Këshillin Konsultativ për Komunitete, paraqesin një profil të një personi që ndër vite ka krijuar një rrjet të gjerë kontaktesh në Kosovë dhe Serbi. Sot, emri i Fehim Salit është vendosur në qendër të një hetimi për spionazh, ndërsa duhet përkujtuar se angazhimet të tilla të agjentëve nga Serbia kanë kërcënuar sigurinë e Kosovës dhe aleatëve të saj strategjik, pasi që dihet po ashtu që bija bashkëpunon afër me shërbimet ruse të inteligjencës dhe të sigurisë.